Kryetaria e qytetit të Shkupit, Daniela Arsovska, ka akuzuar sot se Izet Megjiti, Visar Ganiu dhe Ejup Ademi nga koalicioni Vlen kanë bërë plane për ta destabilizuar Shkupin. Ajo nëpërmjet një shkrimi në rrjetet sociale thot se në mëngjes ka marrë informacione se ata po bëjnë përpjekje për ta destabilizuar kryeqytetin. Biznesi i tyre multimilionësh po destabilizohet. Ganiu, Megjiti dhe Ademi po destabilizohen. Këtë mëngjes më thanë se kanë kurdisur plan për të destabilizuar Shkupin. Do të fillojnë me ndërmarrjen e transportit publik, pastaj me higjienën komunale dhe do të krijojnë kaos për të defokusuar dhe qeverisur. Kjo është ajo që do të ndodhë nga sot. Ditët e fundit, Arsovska dhe kryetari i komunës së Qairit, Visar Ganiu, kanë pasur përplasje dhe debate publike, duke akuzuar njëri tjetrin vazhdimisht. Arsovska ka akuzuar Ganiun se ka legalizuar banesa me dokumente të falsifikuara. Ganiu nga ana tjetër ka akuzuar Arsovskën për mos ndarje të buxhetit në mënyrë të barabartë për komunat shqiptare dhe për kaos në qytetin e Shkupit. Ndërkaq zëvendës kryeministri Izet Megjiti ka paralajmëruar se do të ngrej padi për Arsovskën, pasi sipas tij, veprimet e Arsovskës janë tentimi i BDI-s për destabilizim të vendit përmes komunave.